kemi një kronik speciale për aktivitetin e zhvilluar sot. Produkte të sigurta, konsumator me besim, është slogani global i 15 marsit, ditës botërore të drejtave të konsumatorit, dhe pikërisht në këtë moto është zhvilluar edhe aktiviteti i sotëm me aktorë të ndryshëm të institucionit publike, shoqërisë civile e të tjera. Në kuadër të 15 marsit, ditës botërore të mbrojtjes së konsumatorit, këtë të premte në ambientet e Europe House, u zhvillua një tryezë diskutimi me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve publike, organizatave të shoqërisë civile dhe ekspertëve të fushës. Në hapje të aktivitetit, Andrea Ferrero, shefi seksionit të zhvillimit ekonomik dhe social në delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, theksoi rëndësinë e besimit të qytetarëve tek produktet dhe shërbimet që blejnë si një element kyç për funksionimin e drejtë të tregut. Good morning to you all. Deputy Minister, all the representative of civil society, food authority, etc. It's really a pleasure to be here to Faleminderit dhe mirëmëngjes të gjithëve, Zoti Zëvendës Ministër, përfaqësues të shoqërisë civile, autoritetit të ushqimit. Është vërtet kënaqësi të jem këtu dhe të marr pjesë në këtë tryezë të rrumbullakët të organizuar në kuadër të ditës botërore të të drejtave të konsumatorit. Në Bashkimin Evropian, konsumatori konsiderohet si një nga shtyllat kryesore të funksionimit të tregut të përbashkët. Kjo, sepse ekziston bindja se tregjet mund të funksionojnë në mënyrë të drejtë dhe të qëndrueshme vetëm kur qytetarët kanë besim te produktet dhe shërbimet që blejnë. Në këtë kuptim, harmonizimi politik dhe ai legjislativ është një mundësi reale për konsumatorët shqiptar që të përfitojnë konkretisht dhe jo vetëm në mënyrë abstrakte përmes ligjeve të miratuara, por përmes ndryshimeve që mund të ndikojnë drejt për drejt në jetën e përditshme të qytetarëve. Ferrero u ndal edhe tek përfitimet konkrete që sill parafrimi i Shqipërisë me standardet europiane, duke përmendur uljen e kostove të roamingut, të drejtat e pasagjerëve ajror dhe standardet e larta të sigurisë ushqimore që garantohen në Bashkimin Evropian. Just a few examples of what has really been a progress for everyday consumers. For example, on telephone, in Italy, in Europe, there is the European Union. There is the principle of home like at home that Albania is currently in the process of adhering to. Do të jap vetëm disa shembuj të përfitimeve konkrete për konsumatorët. Për shembull, në Bashkimin Evropian ekziston parimi Roam like at home, roaming si në vendin tënd, të cilit Shqipëria është aktualisht në proces për t'u bashkuar. Ky parim do të mundësoj uljen e kostove të roaming nga rreth 20 deri në 50 euro në ditë për përdorimin e internetit pa bler një kartë SIM lokale në 0 euro. Pra qytetarët do të mund të udhëtojnë në Bashkimin Evropian dhe të përdorin kartën e tyre SIM shqiptare pa kosto shtesë roaming, sapo ky parim të zbatohet plotësisht. Një shembull tjetër janë të drejtat e pasagjerëve ajror. Nëse fluturoni drejt ose nga Bashkimi Evropian ose me një kompani ajrore të BE-s dhe fluturimi juaj vonohet ose anullohet, ju keni të drejtë për kompensim deri në 600 euro, si edhe për ushqim, akomodim në hotel dhe transport. Në shumë vende të tjera të botës, në raste të tilla mund të rimbursohet vetëm fatura e hotelit nëse jeni me fat, por nuk ekziston një drejtë e garantuar që mund të zbatohet menjëherë ndaj kompanive ajrore. Një tjetër përfitim që tashmë ka sjell përfitime për konsumatorët shqiptar është mundësia për të transferuar para drejt dhe nga Bashkimi Evropian pa kosto shtesë, fal aderimit në SEPA, zona e vetme europiane e pagesave. Një arritje e rëndësishme jo vetëm për konsumatorët, por edhe për mjedisin. Është vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur një karikues të vetëm për pajisjet elektronike USB-C, duke ulur kostot për konsumatorët dhe duke reduktuar mbetjet elektronike që dëmtojnë mjedisin. For the environment, the fact that the EU has imposed a single charger for any kind of electronic device, the USB-C, thus reducing the cost for consumers, reducing the cost for the environment. Siguria ushqimore është gjithashtu një fushë ku Bashkimi Evropian ofron një nga nivelet më të larta të mbrojtjes për konsumatorët. Nëse blini produkte nga BE-ja ose kur ndodheni në BE, ju e dini se ato kanë kaluar rregulloret më të rrepta.
Ekziston gjithashtu një sistem i shpejt alarmi i cili mund të identifikojë dhe të bllokojë menjëherë çdo ngarkesë ushqimore që nuk përputhet me standardet për mbetje pesticidesh, antibiotikësh apo praktika të tjera të pasigurta. Pra kjo është ajo që përfaqëson qasja në Bashkimin Evropian, një përfitim konkret për konsumatorët shqiptar dhe jo vetëm një harmonizim abstrakt legjislativ. Në përfundim, dua të theksoj se mbrojtja e konsumatorit kërkon angazhimin aktiv të shumë aktorëve, institucioneve publike, organizatave të shoqërisë civile që mbrojnë të drejtat e konsumatorëve. Projekte të tilla ndihmojnë në rritjen e ndërgjegjësimit, në shtimin e transparencës dhe në informimin e publikut. Edhe një herë dëshiroj të falenderoj tre organizatat që kanë organizuar këtë aktivitet dhe ju uroj të gjithëve një ditë të mbarë. So I once again would like to thank all the three NGOs that have organized this event and say good day to you all. Marrëdhënia mes konsumatorit dhe tregtarit, si dhe siguria e produkteve në treg, ishin në fokus të kësaj tryeze të rrumbullakët, të organizuar nga Qendra për Ekselencë Destiny, Qendra Alert dhe Qendra Konsumatori Shqiptar. Ersida Teliti, drejtore ekzekutive e Qendrës Konsumatorit Shqiptar, u ndal tek rëndësia e një konsumatori më të informuar dhe nevoja për institucione më efektive në mbrojtjen e të drejtave të tij, veçanërisht për sigurinë e produkteve jo ushqimore në treg. Është një tryezë rrumbullakët e cila është konceptuar për të bashkuar përfaqësues të institucioneve publike, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, përfaqësues të mbrojtjes të konsumatorëve, duke formuar këtë treshe në mënyrë që mbrojtja të jetë sa më efektive. Na duhet të theksojmë që sot, mbas kësaj tryeze, dalim me të gjithë së bashku me mesazhin që konsumatorët duhet jenë më të fuqizuar, më të informuar, më të ndërgjegjësuar, të ankohen në lidhje me të drejtat e tyre, të trokasim, kërkojnë institucione më efektive dhe njëkohësisht një kuadër ligjor në funksion të mbrojtjes së këtyre të drejtave. Ndërsa Enkeleid Musabelliu, zëvendës ministër për ekonominë, kulturën dhe inovacionin, theksoi se ndërgjegjësimi dhe informimi mbeten element kyç për mbrojtjen e konsumatorit, ndërsa procesi i integrimit evropian pritet të sjellë standarde më të larta sigurie për produktet dhe shërbimet në treg. Përgëzime të organizatave për organizimin e kësaj tryeze trumbullakët, që është e rëndësishme për mendimin tim, sepse unë jam gjithmonë ka menduar dhe vazhdoj të mendoj që ndërgjegjësimi dhe informimi janë ndër elementet më të rëndësishëm dhe më kyç sa i përket mbrojtjes konsumatorit. Është shumë e rëndësishme që në këtë ditë të theksojmë që integrimi evropian do të sjellë benefite të jashtëzakonshme për qytetarët dhe për bizneset shqiptare, dhe nuk do ta kufizojmë vetëm tek qytetarët, sepse janë për gjithë shoqërinë në fakt, dhe mbrojtja e konsumatorit është një nga ato përfitimet më të rëndësishme dhe besoj që edhe tek perceptimet si rezultati i sondazheve, anketave që bëhen, integrimi evropian perceptohet shumë si siguri e produkteve në treg, siguri ushqimore, siguri jetese për qytetarët dhe me radhë. Dhe ne edhe si negociator faktikisht i kapitullit të mbrojtjes konsumatorit besojmë shumë që do të ketë një përmirësim të ndjeshëm në këtë drejtim. Dhe unë dëshiroj të ritheksoj edhe një herë, domethënë që shtylla nga ne duhet nisim për një mbrojtje efektive konsumatorit dhe një aplikim të drejtë dhe gjithë përfshirës të legjislacionit është ndërgjegjësimi dhe informimi sa më shumë të jetë mundur e të gjithë qytetarëve për të drejtat e tyre, si dhe bizneset për detyrimet e tyre në kuadër të mbrojtjes konsumatorit. E ndjej të arsyeshme në këtë tryezë që të bëj thirrje që të gjithë qytetarëve që të blejnë vetëm në shitës të autorizuar dhe gjithmonë malli i shoqëruar me faturën përkatëse. Nga ana tjetër, Rudina Lula, drejtore e Qendrës për Ekselencë Destiny, foli për projektet që synojnë edukimin e qytetarëve për sigurinë ushqimore dhe të drejtat e konsumatorëve. Ajo bëri të ditur se në kuadër të kësaj nisme është realizuar një studim ku janë përfshirë rreth 1600 nxënës të shkollave të mesme në Tiranë, Shkodër, Gjirokastër dhe Vlorë. Më shumë se një vit, Qendra për Ekselencë Destiny së bashku me partnerin ton tim jemi angazhuar për zbatimin e një projekti financuar nga delegacioni Bashkimit Evropian për edukimin mbi sigurinë ushqimore në 7 qytete në Shqipëri. Synimi i këtij projekti është ndërgjegjësimi, por dhe promovimi një bashkëpunimi shumë dimensional për aktorët e zinxhirit ushqimor. Në
kuadër të këtij projekti kemi realizuar një studim për perceptimin e të rinjve për sigurinë ushqimore, qëllimi i cilit ka qenë matja e njohurive, praktikave, sjelljeve, besimit për sigurinë ushqimore. Studimi është kryer 6 mujorin e 2 të vitit 2025. Pjesëmarrës në këtë studim kanë qenë 1600 të rinj të moshës 15-29 vjeç, nxënës të shkollave të mesme, student, qytetet e targetuara, Tiranë, Shkodër, Korçë dhe Gjirokastër, shumica e të rinjve pjesëmarrës nga zonat urbane dhe pjesa më e madhe nga Tirana. Njohuritë përsëri për sigurinë ushqimore janë bazike, kufizohen vetëm tek etiketat, por njohuritë më të thelluara që lidhen me higjienën, ruajtjen, ishin në nivel shumë të kufizuar. Përsëri niveli i besimit apo praktikat ku mund të bëjnë një ankesë në rast të problemeve me sigurinë ushqimore, studimi tregon që janë tepër të kufizuara, shoqëruar kjo dhe me besimin në institucionet publike. Ndërkohë, Klajdi Tozaj, koordinatori i projektit në qendrën Alert, prezantoi ecurinë e projektit Linja e Gjelbër, më afër konsumatorit, përmes të cilit qytetarët mund të raportojnë problematika që lidhen me produktet apo shërbimet në treg. Në dhjetor në fakt qendra Alert organizoi një aktivitet pikërisht këtu për të trajtuar edhe për të komentuar mbi gjetjet të projektit Linja e Gjelbër, e cila dhe shkurtimisht mund të gjendeni në një informacion të përmbledhur në flatushkat brenda në dosje. Sot kam 3 elemente kam vendosur për të trajtuar. Është një trend i adresimit të problematikave nga konsumatorët, duke krahasuar një periudhë 2 mujore janar-shkurt të vitit 2025 dhe 2026. Edhe fatkeqësisht të paktën në punën tonë vërejmë që ka një ulje të adresimit të problematikave nga ne konsumatorëve. Është një situatë në fakt që ose një trend që akoma nuk kemi përcaktuar një parashikim, pasi në varësi të periudhave kemi një dinamik të ndryshëm, edhe ndoshta kjo mund të përcaktohet në fund të përmbylljes së projektit për të konstatuar që pse kemi këtë lloj lëvizjesh, pse konsumatorët kanë periudha të caktuara që investohen intensivisht për të adresuar edhe ka periudha më pak të tilla, por që ndoshta është dhe një element që përsëri të saj di parë, pasi në Shqipëri ka dhe shumë media investigative, edhe roli normalisht organizatave me media nuk është e njëjta. Por ama të tërë besoj e shikojmë dhe vërejmë që reklamimi ose hapësira televizive edhe mediatike që ka trajtimi një rasti nga një X emision në lidhje me një organizat, normalisht që nuk është e njëjta. Por ama është për të ardhur keq sepse një emërtues i përbashkët i eksperiencave të konsumatorëve të Bashkimit Evropian është disi mashtrimi. Pra, bizneset në Shqipëri kanë tendencë që të kenë një qasje grabitqare, të kenë një qasje jo 100% të sinqertë ndaj këtyre shtetasve, edhe rezulton në një eksperiencë që në fund të ditës i vendos një emër të keq Shqipërisë. Për më tepër neve si organizat kemi një limitse deri ku mund të trajtojmë një rast, gjithmonë duke u varur nga vullneti i bizneseve, por ama janë raste që shpeshherë përfundojnë pa zgjidhje, edhe mendoj që ka dhe shumë hapësira, pastaj dhe shumë fusha që mund të aplikohen, mund të sjellin edhe ndoshta ca precedente të reja që deri më sot nuk janë, por që normalisht është një fillim shumë i mirë edhe një proaktivitet që qendra Alert e vlerëson shumë edhe do jetë gjithmonë në kërkim të kësaj. Pjesë e diskutimit ishte edhe Blerina Gjylameti, drejtoreshe përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, e cila theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve për të garantuar produkte të sigurta për konsumatorët,
dhe përmbushjen e standardeve europiane në sigurinë ushqimore. Unë mendoj që të gjitha palët do duhet ta rishikojmë, të gjithë qëndrimin që kemi sot. Qoftë nga ana e institucioneve, në mënyrën se si ne komunikojmë me operatorët e biznesit, me shoqatat, edhe me konsumatorët, se në fund të ditës qëllimi im kryesor është që të ofroj ushqime të sigurta dhe ti ndërgjegjsoj për sigurinë ushqimore, ndërkohë në anën tjetër do duhet që edhe të gjithë ne të shikojmë qasjen që kemi, sepse duhet ndryshuar, nuk ja dalim dot kështu. Siguria ushqimore është siguri kombëtare, është prioriteti i prioriteteve të Shqipërisë në kuadër të integrimit, por mbi të gjitha prioriteti i prioriteteve tona si prindër, si konsumator, është shumë më tepër se sa ajo që kemi në detyrën funksionale që secili prej nesh ka marrë përsipër. Unë mendoj që është më tutje. Ne duhet ndryshojmë qasjen, duhet ndryshojmë mentalitetin. Në Shqipëri duhet të punojmë shumë në pjesën e ndërgjegjësimit, sepse sot ti thuash dikujt që qumshi që blen nga ai që vjen nga zona e fshatit nuk është qumësh i sigurt. Unë do shkoj, do bëj bllokimin 1 herë, 2 herë, 3 herë, po pastaj puna që duhet bëjnë media, që duhet bëjnë shoqatat, që duhet bëjmë ne, është shumë më tepër. Do kalojnë elemente të tjerë sepse është çështje e mentalitetit, ndaj them çështje e mentalitetit. Nuk mund të shikohet autoriteti i kontrollit ushqimor, se e pash dhe pak në studimin e parë që prezantuat, për pjesën humbje besimit të institucioneve. Besimin në institucione ndërtojmë gjithë së bashku. Besimi në institucione nuk ndërtohet vetëm nga qeveria, nuk ndërtohet vetëm nga shoqëria civile, nuk ndërtohet vetëm nga media, ndërtohet nga gjithë së bashku. Do doja që të fillonim të kishim një qasje tjetër për t'ia dalë jo vetëm në pjesën e sigurisë ushqimore, informimit e mbrojtjes konsumatorit, por edhe për një element që shumë i rëndësishëm për ekonominë shqiptare, besoj unë. Se të gjithë jetojmë këtu, në kuadër të integrimit ne duhet të kemi biznese që ofrojnë produkte të sigurta, po të kemi edhe konsumatorë shqiptarë që konsumojnë produkte made in Albania. Në këtë pjesë do duhet punojmë të gjithë në të njëjtin front, besoj unë. Dhe në anën tjetër, me gjithë trupat inspektuese, tani do kemi një element tjetër për të parë pikërisht përmbushjen e atyre standarde. Kapitulli 12 është kapitull me të cilën Bashkimi Evropian nuk negocion. Standardet e sigurisë ushqimore nuk negociohen. Patjetër dhe të mjedisit, po të sigurisë ushqimore janë të ndërthurura, janë të ndërlidhura, po të sigurisë ushqimore nuk negociohen. Që për këtë gjë, nëse jemi të gjithë në një front, mund t'ja dalim që secili në pjesën e vet, mund të arrijë që ne t'i përmbushim këto standarde. Ndërkohë, Klotilda Neziri nga sektori edukimit dhe mbrojtjes së konsumatorit në Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit nënvizoi rëndësinë e informimit dhe edukimit të qytetarëve për të drejtat e tyre në treg. Ka sfidë sektori, me që shoqata bojë patjetër. Ligji i mbrojtjes konsumatorit është një ligj vështirë në perceptim, edhe në zbatim. Të luftosh me konsumatorin është luftë mentaliteti. Dhe më besoni, kjo është sfida dhe lufta më e madhe që unë kam pasur në këto 13 vite. Çështje e mentalitetit, shumë e vështirë për të ndryshuar, qoftë në konsumator apo dhe në njerëzit që hartojnë dhe bëjnë politika. Në përfundim të aktivitetit, Andrea Ferrero shpërndau certifikata për 12 pjesëmarrës të përzgjedhur nga rreth 50 aplikime për trajnim, të cilët janë bërë pjesë e programit për rritjen e kapaciteteve në fushën e mbrojtjes së konsumatorit. It's an honor. The first certificate is awarded to Mrs. Raimonda Basha. Thank you. And the third one to Elena Dinaku. Projekti Linja e Gjelbër më afër konsumatorit është një nismë 2 vjeçare që synon trajtimin e problematikave të qytetarëve në treg, rritjen e ndërgjegjësimit për të drejtat e konsumatorëve dhe forcimin e mekanizmave të mbrojtjes së tyre. Kjo nismë zbatohet nga Qendra Alert në bashkëpunim me Qendrën për Excellence Destiny dhe Qendrën Konsumatori Shqiptar me mbështetjen e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri.